Një gazetar që nuk bën kompromis për të vërtetën, panelist ku diskutohen tema nga më të ndryshmet. Mendimet dhe deklaratat e tij bën shpejt virale gjithandej. Këto dhe më shumë epitete me të drejtë i meriton Bledmane, i ftuar në Zoom. Intervistën e filloi me të rejat nga ky profesion. Nuk është vetëm teknologjia, por çdo individ tani është një gazetar. Gjithkush që ka një Facebook ose një profil në TikTok apo një profil në Instagram, e i duket vetja kryeredaktor, lexues, redaktor. Pra 2 minuta unë jam ndjekës i Instagramit tënd, ti 2 minuta je kryeredaktore, sepse shpërndan lajmit e mua dhe ana sjellët. Por është një gazetari që ka dalë jashtë kontrollit edhe ka mëkate pafund, si në Shqipëri edhe në Kosovë. A i ka ndodhur ati të bëhet prej shkrimeve boshe të portaleve apo të pranoj kërcënime për shkak të deklaratave që bën. Edhe para se të vija këtu, patjetër, këtë javë pas kam kërcënime nga Kosova. Kështu që vazhdojnë të jenë potente kërcënime për shkak të debatit me Nitën dhe për shkak të asaj çfarë kam deklaruar në intervistë me Berat Buzhale, që fonetika e vajzave të Kosovës herë tingëllon shumë ndryshe. Po ka mjaftuar kjo që e tha dhe shumë shpejt mori dhen. Shqiptarët e Kosovës janë prekur sepse u ndjen të ofenduar. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Blede sqaron këtë një herë për gjithmonë. Ti për shembull ke një fonetik mjaft femërore, po ke kolegët e tuaj që kanë fonetikën mjaft maskullore. Kam ndjekur në internet gocën, vajzën që prezanton prive dhe ka një fonetik të frikshme, të tmerrshme, ka shumë të trash. Por kjo nuk e bën atë të mos jetë gazetare e mirë. Që janë cilësi të individit. Ju shpesh në akuzoni në meshkujve të Shqipërisë që fonetika jonë është shumë soft, shumë i butë, por ne nuk na mbetet qefi ashtu si shumë mbetet juve. Ndalemi këtu për ta pyetur Troç, a ka gazetari cilësore në ditë të sotme? Kemi 2 lloj gazetari, gazetari për turmën, për prodhim të gjerë për publikun, kemi dhe gazetari cilësore. Gazetaria për turmën është gazetari masive, me lajme showbizi, me silikon, me jokes, me hund, me vithe. Nërsa gazetaria cilësore është gazetari as pak tabloide, është kualitative, por është për një pakic, për një audiencë që sa vjen dhe të kuret. A i përmendë dhe rrjetet sociale që sipas tij e bëjnë një gazetar dembel. Gazetaria dembele është TikToku, një selfie, një video, një gaf, një pjatë me sushi, kështu që kjo do të shkojë brenda viteve 2030, do të jetë gazetari që do lodhe, do ta bëjë ciklin e saj dhe do përfundoj misionin. Mjaftueshëm falem për këtë profesion, o Bled në thuaj të vërtetën, aja ke pa hajrin bigot ajo? Unë Big Brother ja kam parë hajrin në famën që ti jep ai spektakël, e një moment që ti lodhesh dhe doj që mundësisht ta mbulosh kokën edhe të shkosh diku që njerëzit nuk do të njohin, sepse gjatë gjithë kohës do vinë të takojnë dhe do të pyesin a bëri seks Luizi me Kiarën, se ti e kishe krevatin përballë. Dhe ndërkohë kam thënë që ajo shtëpi nuk ishte erotizm, ajo shtëpi nuk ishte seks, ajo shtëpi ishte vetëm intriga dhe dallavere. Mos bëni pyetje idiote, sepse mes 280 kamerave hormonet e seksit ishin në gjumë. Nëse tani është koha ta pyesim, a ka para nga gazetaria? Po, paguaj qiran e banesës, unë nuk kam automjet makinë, por udhëtoj mjaftueshëm, kam një portal tim, me të cilin me 2 kolegë të tjerë gazetarë, mundohemi, sepse sekretisht duhet kapësh reklama që të paguash rrogat, por nëse ti në Shqipëri ose në Kosovë bëhesh një gazetar gjobvënës e përdorni dhe ju, gjobvënës, atëre mundet të bësh lek, siç kanë bërë kolegë nga të 2 anët e kufirit, por problemi është që askush prej tyre secën i lishë më këmbë, siç mundet si unë apo djali apo ti.
Kështu që ai është një pasurim i shpejt, po besoj është i dëmshëm. Njerëz që në darkë nuk flen të qetë sepse mendojnë që do sulmojnë, do atakojnë, do kërcënojnë. Më mirë të marrësh kërcënime për fonetikën e zërit të vajzave, se sa ti kesh vënë gjop një korporate të madhe, ti kesh prishur punë